Zoti Ali Bej ka qenë ministër drejtësie. Jo, pa problem, ka qenë ministër drejtësie. Dhe e njeh shumë mirë edhe reformën drejtësi. Modestisht. Modestisht e njoh, Kjo është opinioni im. Okej. Nuk thash e njeh shumë mirë edhe reformën drejtësie. Dhe drejtësia, ju e dini shumë mirë që do kohë. Jo, Zokovic? Ja, më falë, ta marroj. 4 muaj, Ilir, nga tetori nuk dini mazire ç'do bëhej me kishte 83 mandate Rama, bënte ç'të donte, nga tetor, nëntor, dhjetor, janar, shkurti sa ka filluar 3 muaj, është një situatë si kleti s'po di ku të shkojë, e kuptona me, 3 muaj. Edhe kjo 3 muaj do kohë, apo jo? Se nuk erdi tyre, për 3 muaj këtë ka rrëzuar në sytë e publikut dhe penalisht njeriu e dytë më të fortë, madje të parin do thosha unë në qeveri. Unë e quaj kohë edhe 3 muaj. Mirë, okej. Po, pra, më falë. Kemi kalu 13 vite. Mirë, më falë. Të përfundoj logjika. Okej, në rregull. Elzem sikur u largua Rama nga kryeministër, u largua Berisha nga kryetari i Partisë Demokratike. Me çfarë rregullash do hym nesër në zgjedhje? Pra bëhet gati terreni. Plotësisht dakord që rregullat duhen përmirësuar, por po them gjë tjetër. Nuk janë vetëm rregullat. Për zgjedhje të barabarta të ndershme duhet. Jam dakord me atë që thua që të mbështesin drejtësinë. Jam krejtësisht dakord. Po flasim për gjë tjetër, Ilir. Nuk janë vetëm rregulla, pra nuk është kodi zgjedhor vetëm, është i rëndësishëm, por ato që deformojnë sot zgjedhjet, vullnetin, janë 1. Parat, me kod zgjedhor nuk e rregullon dot. 2. Mediat. 3. Administratën. 4. Krimin. Këto nuk rregullon dot me ligj. Këto i rregullon duke lëvizur, duke hequr kokat. Po flasim për një realitet ku kokat kanë ikur. Në momentin që kanë ikur, po ta them unë, fare thjesht. E para këta banditët që kanë lidhur interesat e tyre, ta them unë. Se dalin disa të tjerë që sillen njësoj. Nuk kanë funksion në territor, po s'patën funksion. Banditët ikin, në momentin që shohin që kokat e tyre që kanë thithur ju pren, banditët e lëshojnë këtë vend. E dyta, mediat që janë të interesuara prej këtyre 2 kokave, që nga i moment ju mbet pika e referencës. Po gjenë padron tjetër më media. Kemi një ligj që dëgjojmë, tiki Nano, tiki Berisha se rregullohet, tiki Luli, tiki Rama se rregullohet. Dhe në momentin e primarjes, plotësisht dakord. Jam krejtësisht dakord. Të gjitha tryezat tuaja do të funksionojnë, do të jetë suksesshme. Këto a them që tani unë. Tryezat që ne po projektojmë, tryezat, jo një tryez, janë një pjesë e jona, edhe mund të shkojmë, do kërkon ka një vizion politik, që të shkoj, që të merret me politik, një pjesë tjetër as nuk do të merret me atë punë as pak. Dhe kjo është, qëllimi jonë nuk është për të hyrë ne si grup në politikë. Intelektual është i domosdoshëm. Qëllimi jonë është për të vendosur disa rregulla të barabarta, ku çdo pastaj e ka fushën e lirë dhe të veprojë. Absolutisht po. Më falë, kam edhe një pyetje tjetër. Sepse ushtru me drejt pyetja, që zotëria po kërkon të ndryshoj ja ku jemi, kodin e procedurës penale. Është dhe neni, 222 dhe ndryshimi. Pyetja që shtroj une. Kodi penal. Për t'i shfuqizur fare si vepra që është. Po marremi me këtë që i ka dalë, pastaj ato. Është akoma më keq pastaj. Pyetja që shtroj unë është shumë e thjeshtë. Unë jam përkrahës shumë i madh i gjitha institucioneve të reja të drejtësisë. Pavarësisht që mund punojnë edhe më mirë. Kjo është pjesë tjetër. Ka rezerva më me caktore. Kjo është pjesë tjetër. Pyetja që shtroj unë tash është, po në qoftë se institucionet e drejtësisë, pra SPAK-u, GKK-oja, pezullojnë edhe vetë kryeministrin. Çfarë ndodh? A mund ta bëjë ky ndryshim, ta pezullojnë para se të fillojë mendimin për ta ndryshuar? Çfarë ndodh në këtë rast, Krishti? Jo. Nëse SPAK-u dhe GKK-ja kërkojnë pezullimin nga detyrat kryeministrit. Çfarë ndodh? Ky është pranë zëvendës kryeministrit detyrat. Po zëvendës kryeministri është i pezulluar. Shiko, tashi pezullimi i kryeministrit. Parlamenti do zgjeni tjetër është problemi i madh. Një sekondë. Si një sekondë, pas një sekondë. Do zgjeni tjetër. Nuk ka pasvendësueshëm në këtë republikë. Të pasvendësueshëm s'ka për apo deri në momentin që largohen. Në momentin që largohet vjen tjetri. Po pra, po në qoftë se nuk duan të largojnë, sepse prandaj po bëjmë të diskutimin për zëvendës kryeministrin, se as nuk e largojnë, as nuk e dorëheqen.
Nëse një të pezullimit, edhe njerë, që duhet që ta kuptoj dhe publiku, masa e pezullimit nuk ka karakter të përhershëm, ka një afat për 3 muaj. Çfarë ndodh pas 3 muajsh? Mbas 3 muajsh kthehet në detyrë. Mund të rivihet prap. Mund të rivihet prap? Jo, vetëm në qoftë se ekzistojnë të njëjtat rrethana sigurimi. Pra duhet justifikoj rrethanat e sigurimit. Pra mund të rivihet prap. Se rrezikon provat. Kreshnik. Jo më për të njëjtën. Duhet i kishe mbledhur provat, i kishe zgjidhur për aq kohë sa të zhvendosur masa. Kreshnik, të lutem për ta bërë sa më të qartë edhe për publikun. Në qoftë se parlamenti në momentin që mblidhet nuk i heq imunitetin zonjës Balloku. Me votat që ka Partia Socialiste thotë jo, ne nuk e heqim dhe do shkojmë drejture ndryshimeve që do bëjmë. Çfarë ndodh me këtë masë? Çfarë ndodh me zëvendës kryeministren? Në qoftë se parlamenti nuk i heq imunitetin, kryeministria vazhdon të mbetet e pezulluar. Zëvendës kryeministre, më fal, mos e kena takst. Vazhdon të mbetet e pezulluar edhe për aq kosa është afati i masës dhe 3 muaj dhe mbas rënies masës vazhdon përsëri funksioni. Problemi që ndodh me këto vepra penale, sidomos në veprat penale në fushën financiare ose krimet në jakave të bardha, është që dalin fakte të reja penale për ditë. Dhe për ditë shtohen akuza, regjistrohen regjistri. Po mund shtohen akuza, për nërkohë jo vazhdon detyrë. Sa herë do dali një fakt penal, besoj aq herë, këtë mund ta konfirmoj zoti Ali Bej se është jurist, është magjistrat, sa herë të dali një fakt i ri penal, do të regjistrohet dhe do të shkojë një kërkesë e re. Nuk mundet automatikisht për çdo kërkesë ti të thuash dhe me gjasa janë që veprat penale kanë karakter akoma më të rëndë. Pra shtrëngohet dora nga do të rëndohen rrethanat e sigurimit dhe gjitha me radhë nuk e ke më atë arsye qoftë juridike, qoftë politike për ta refuzuar heqjen e imunitetit. Është drejt pyetje që shtroni ju. Në qoftë se nuk ja heq imunitetin, po nuk ja heq për këtë fakt, pra nesër në qoftë se del një fakt tjetër, si do thotë që prap nuk e heqim. Prap nuk e heqim, po, nuk e heqim. Deri në momentin thotë që ka një vendim të formës së prerë, pra që kjo zonja dënohet me vendim të formës së prerë, ne nuk bëjmë më konkatur. Procedura e gjykimit nuk ka ndjesë lirë. Duhet ta dish që edhe kur dënohesh me vendim gjykate të formës së prerë të apelit, se ai është ekzekutor, edhe për ta futur në burg, sikur 101 vite burg, edhe për ta futur në burg, kërkohet prap leje nga parlamenti nëse është deputete. Dakor? Ani pyetja që thua ti, besoj e do një përgjigje. Pra, çfarë do bëj Rama? Nuk do heq imunitetin, unë besoj që këtë do bëj, s'ka për të hequr. Që nuk do ta heq imunitetin. Jo vetëm të zonjës, po të askujt tjetër. Zero. Mirë po. Kjo legjislatur ka vetëm një gjë që do të marret mend, s'do heq imunitete. Pyetja është, pastaj kjo nuk është më çështje drejtësie. Çështja është politiko ndërkombëtare. Sepse kishte reaguar dhe KEA që... Dhe jo vetëm. Është tani që edhe një ambasadë ka reaguar. Cila ambasadë? Mu duk sigurisht ambasadë amerikane. Ambasadë amerikane. Në qëfë se kemi reagimin, po, jo, interesant është për ta lexuar. Më duket për një media kishte dhënë përgjigje. Por, ajo që besojnë ne si njerëz intelektuali që kuptojmë diçka dhe nuk bjem pre emocioneve tona, arrim konkluzionin që nuk është më çështje drejtësie, por është çështje me ato fuqi të cilat e mbështetin këtë drejtësi, se duhet bjem dakord në faktin tjetër që nëse kjo drejtësi ka ardhur deri këtu, ka nxjerrë dhëmbë, e ka nxjerrë kthetra, nuk është se ka qenë një shpikje vetëm shqiptare, por ka qenë nën mbështetjen e tyre. Mbështetje absolutisht. Politike dhe financiare. Si mendoni ju që një investim i tillë kaq i madh me mbështetje të publikut shqiptar, 10 vjeçar,